Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, do të lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 14 dhe paragrafi 13. Pra, Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 14 dhe paragrafi 13, shumimi i parë i bukëve. Kur Jezusi i dëgjoi këto, pra se Herodi kishte vrarë Gjon Pagzorin, u nis që andej me një bark dhe u tërhoq në vetmi në një vend të shkret. Dhe turmat kur e morën vesh e ndiqnin në këmbë nga qytetet. Dhe Jezusi kur doli nga barka pa një turm të madhe, pati dhëmbshuri për te dhe shëroi ata që ishin të sëmurë. Pastaj në mbrëmje, dishepujt e tij u afruan dhe i thanë, ky vend është i shkret dhe u bë vonë. Lejo turmat të shkojnë nëpër fshatra për të blerë ushqime. Por Jezusi u tha atyre, nuk është nevoja të shkojnë, u jepni juve të hanë. Dhe ata i thanë, ne këtu nuk kemi tjetër përveç 5 bukë dhe 2 peshq. Ai u tha, mi sillni këtu. Atëherë i urdhëroi që turmat të ulen mbi bar, pastaj i mori 5 bukët dhe 2 peshqit, dhe pasi i çoi syt drejt qiellit, i bekoi, i ndau bukët dhe u dha dishepujve dhe dishepujt turmave. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën. Pastaj dishepujt mblodhen te pricat në 12 kosha plot. Dhe ata që hëngrën ishin rreth 5000 burra, pa i numëruar gratë dhe fëmijët, pra mbi 15.000 veta. Fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hynë në bark dhe t'i prinë në bregun tjetër, derisa ai t'i lejoi turmat. Mbasi i nisi ata, u ngjit vetëm mbi mal për të lutur, dhe kur u ngrys, ai gjendej aty i vetëm fare. Ndërkaq barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valet sepse era ishte në të kundërt. Në orën e 4 të natës, domethënë 6 në 9 të mëngjesit, pas 6 të mëngjesit, Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt, duke parë atë që po ecte mbi det, u trembën dhe thanë, është një furtunë, dhe filluan të bërtasin nga frika. Por me njëherë, Jezusi u foli atyre duke u thënë, qetësohuni, jam unë, mos kini frikë. Dhe Pietri duke u përgjigjur tha, Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi te ti mbi ujërat. Ai tha, eja. Dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fortë, kishte frikë, dhe duke filluar të fundosej bërtiti duke thënë, o Zot, shpëtom. Dhe Jezusi ja zgjati me njëherë dorën, e zuri dhe i tha, o njeri besim pak, pse dyshove? Pastaj kur hyn në bark e rapushoi. Atëherë ata që ishin në bark erdhën dhe e adhuruan duke thënë, me të vërtet ti je bir i Perëndis. Amen, fjalës të Zotit. Erdhi pra koha e përshtatshëm, misioni i Gjon Pagzorit, misionari i tij mbaroi me një fund jo të mirë. Domethënë i hoqi kryet Herodi, pra e vrau për shkak të vajzës Herodiades, e cila kërceu dhe i bëri kaq shumë përshtypje në ditëlindjen e tij që po kërcente ajo vajzë, e kontrolloi Gjoni duke i thënë se nuk të është e falur të kesh atë gruan e vëllait tënd ta kesh për grua ti, dhe kështu erdhi koha kur mbaroi misioni i Gjonit, ose misioni i Gjonit, sepse vëllezër dhe motra, sido që të jetë, gjithë secili ka fundin e misionit të vet. Por kur të mbaroj misioni që ke, vepra që ke në jetën për të bërë. Por pyetja është akoma më serioze tani. A ke mision, a ke punë për të bërë, apo çfarë të jetë dhe si të dalë, si të duket apo si të pëlqej, apo si kur të vinë? Jo, ke mision në kish,
ke punë që bën në kish. Dhe nëse ke mision dhe vepër, fundi do të jetë i mirë apo nuk do të jetë i mirë fundit. Dhe kjo mvaret prej tejet. Fundi yt të jetë i mirë. Dhe fundi i Gjonit ishte i përsosur, sepse me vdekjen e tij lavdëroi Perëndin që e dërgoi që të përgatis udhën e ardhjes së Zotit Jezu Krisht. Dishepujt u mërzitën shumë, morën trupin e tij e varrosën, ja thanë Zotit ton Jezu Krisht për çështjen, i cili edhe ai u nda dhe u largua në një vend të shkret, ashtu sikur se dëgjoi për se kishte vrarë Gjonin, Herodi. E përsëris iku me një bark në një vend të shkret. Por kudo që të shkonte, njerëzit e gjenin cilët njerëz? Ato që kanë probleme, të sëmur, të demonizuar, të qalë, sakat, shkonin të atakonin që t'i çliron të Zoti. Dhe pas lutjes ku ishte atje në vetmi, në shkreti, kur hodhi një sy për jashta, pa turma të mëdhaja që e prisnin dhe kështu pati dhëmbshuri për ta duke i shëruar të gjithë sa erdhen përpara tij. Ky është Zoti jon, shpëtimtari jon dhe çlirimtari jon, mësuesi jon dhe drejtuesi jon dhe shëruesi jon. Dhe këtë e din vetëm dishepujt. Nuk e din turma ka dëgjuar dhe mundësisht tha, vini tek unë që të hani, nga që jeni ngopur me ushqim, do të thot më vonë. Por dishepujt e din shumë mirë. Dhe pasi kaloi ora dhe erdhi rreth orës 6 të pasdites, ku po vinte darka, dishepujt i thanë Zotit, o Zot, këtu ky vend është i shkret, dhe ora ka kaluar. Lejoje turpën të ikë dhe turmën të shkojë nëpër fshata rreth e qark të blejnë ushqime që të hanë. Kjo kërkesë logjike e dishepujve në fund të ditës. Por ajo që dëgjuan i la me gojë hapur. Ju thot, s'kan nevojnë që të ikun nga këtu. Dëgjoni, s'është nevoja të ikim nga këtu ku është Krishti. Jepni ju të hanë. Dhe pyetja e parë serioze, si do të bëhet kjo që thua o Zot? Si është mundur të bëhet kjo që na thua? Na thua diçka që nuk bëhet. Ne t'u japim gjithë kësaj turmet, 5.000 vetën burra, llogaritë edhe 5.000 gra, them, dhe 5 fëmijë, them, 5.000 fëmijë, mund edhe më tepër mbase. Ne t'u japim atyre të hanë, çfarë t'u japim? Ma bëhet kjo? Dhe pyetja është, jo nëse bëhet apo jo, por pyetja është se kush e thot. Nëse thot Krishti bëhet, nëse thua ti, çfarëdo që të thuash, nuk bëhet. Kush e thot? Për këtë arsye është e nevojshme që të dëgjojmë zërin e Krishtit. Zërin e Krishtit në dhomën tonë të lutjes. Do të na thot gjëra që nuk do të mund t'i besojmë, por do të jenë të vërteta. Dhe i thojnë, Zot, nuk bëhet kjo, ne 5 bukë dhe 2 peshq që kemi këtu. Si mund të ushqejmë gjithë këtë turm njerëzish? Kjo që na thua, si mund të bëhet? Dhe përgjigja është, vëllezër dhe motra, se atë që thot Krishti mundet ta bëj. S'ka gjë të pamundshme për Krishtin. Dhe mirë bën dishepujt që shkuan tek Krishti dhe thanë, si do të hanë këto kanuri sepse janë gjithë ditën pa ngrenë, lëri të ikën.
Sikur Habakuku tek Zoti shkoi. Nuk menduan se çfarë të bëjnë. Thanë do të shkojmë tek Krishti ta pyesim. Sa serioze është vëllezër dhe motra që të mos bëjmë ne, por të pyesim Zotin që të bëj ai në jetën tonë. Dhe ishte kaq e thjeshtë për Zotin. Thot, sillni ato që keni, sillni ato 5 bukët dhe 2 peshqet. Dhe ç'është nevoja? Që ti bekoje vetëm. Çfarë kam nevojë? Të më bekoje vetëm. Çfarë ke të nevojshme? Të bekoje vetëm. Sepse nëse të bekon, nuk ka gjë të pamundshme për Perëndin. Do të bëj gjëra të mëdha në jetën tënde. Do të bëj gjëra që nuk do të mund ti mendosh, jashtë logjikës njerëzore. Ma a është e mundur që 5 bukë dhe 2 peshq të japim 15.000 njerëzve të themun të hanë? Dhe përgjigja është, e tha Krishti, do ta bëj. Nuk e tha, dhe është e mundur, e tha, do ta bëj. Pra, çfarë më intereson mua? Të shkoj të më thot Krishti, dhe atë që më thot, do ta bëj. Sepse kam përpara meje rrugë, dua të kem fund të mirë dhe jo fund të keq. Sepse ekziston fundi i keq dhe fundi i mirë. Perëndia të na ruaj. E dëgjuan. Ju binden Zotit dhe kështu sollën ato bukë që kishin dhe 2 peshqet që kishin. Dhe Zoti vetëm i bekoi. Do më thënë, e din çfarë do të thotë që unë kam për të të bekuar dhe kam për të të shumëzuar, këtë bëri tek bukët dhe tek peshqit. I bekoj bukët, bekoj peshqit, u shumëzuan dhe tani han 15.000 veta, e përsëris se unë e them këtë, shkrimi thotë vetëm 5.000 vetëm burra. Dhe do të jenë edhe 12 shporta që të teprojnë në fund. Ky është Krishti, vëllezër dhe motra. Ky është Zoti yt. Te ky Krisht shpresojmë. Te ky i drejti do të arrojë nëpërmjet besimit të tij. Dhe vazhdoj të pres dhe të mos mbaroje, dhe ndarin dishepujt, dhe mbarim nuk kishin. Dhe kur hëngrën, jo e provuan, për hëngrën dhe u ngopen të gjithë ato persona që ishin gjithë ajo turm, nuk donin më të hanin. E din çfarë do të thotë të ngop Zoti? Do të mbuloj të gjitha nevojat e tua. Falenderojmë Perëndin. Ma a është e mundur? Është e sigurt, jo vetëm sa është e mundur, por është e sigurt. Mjafton që të shkosh ta pyesësh se çfarë duhet të bësh. Dhe do të thotë, jo se çfarë do të bësh ti, por ai çfarë do të bëj. Por edhe ti se çfarë duhet të bësh. Më jep ato që ke dhe unë kam për t'i bekuar. Më jep atë që ke, më jep zemrën tënde, do ta bekoj. Më jep jetën tënde, do ta bekoj. Dhe kur hëngrën aq sa donin të gjithë, atëherë vjen problemi më i madh. Urdhëron ose i detyron dishepujt, ndërsa koha ishte shumë e keqe, era ishte në të kundërt që fryente. Krishti nuk ishte peshkatar, por ato e dinin, e njihnin detin, por Krishti i din të gjitha. Dhe ju detyron të hyjnë në anije dhe të dalin përballë. Ora ishte 6-7 pasdites, sapo kishte vazhduar të binte muskuj darkës. Por tani dishepujt janë mësuar që t'i binden fjalëve të Krishtit. Dhe kështu nuk e kundërshtojnë.
i detyroi me zor të futeni në bark, në anije, në varkën që kishin. Dhe e dini, vazhdojnë të lundrojnë. Era në të kundërt. 6-7 e darkës, nga ora 6 deri në 6 të mëngjesit, 12 orë. Dhe pyetja e dytë është tani: o Zot, ti çfarë do të bësh tani? Na solle, na fute këtu që të lundrojmë kundër erës. Kaloi 1 orë, 2, 3, 12 orë kaluan. 12 orë nuk ndaluan së lundruari. Ky do të thot besim. I drejti do të rrojë nëpërmjet besimit të tij. Sa e lehtë do të ishte të ktheheshin, era do të ishte në krahun e tyre, që do të thënë nga pas që t'i shtynte të dilin në breg. Por jo, kjo nuk është bindja, kjo është mosbindje. Ekziston pra bindja në fjalët e Krishtit, edhe mosbindja në fjalën e Krishtit. Mosbindja ka rezultat të kollajt, kurse bindja ka vepër të vështirë, shumë vepër të vështirë. Ti bindesh fjalës të Krishtit. Disa herë bindja është jashtë logjikës, që ti bindesh, por jashtë logjikës. Ma çfarë na thua tani, o Zot? Të futemi me erën përballë, në anije të shkojmë përballë, ma është e mundur ta kemi erën në të kundërt dhe të dalim në anën tjetër? Po, por kishin parë 15.000 njerëz të ushqehen me 5 bukë dhe 2 peshq. Dhe kështu kuptuan se kanë të bëjnë me një Perëndi të plotfuqishëm. Me birin e Perëndisë të gjallë. Dhe pyetja këtu është: ç'është për ty Krishti? Një moment pyeti Zoti nxënësit, dishepujt e tij: çfarë thojnë njerëzit për mua se jam biri i njeriut? Dhe nxënësit i thanë: disa thonë se ti je Gjon Pakzori, të tjerë thonë se je profeti Ilia, apo profeti Jeremia, apo një nga profetët. Këto janë ato që thot bota që nuk e ka njohur personalisht Krishtin. Pyetje kritike kjo: e ke njohur personalisht Krishtin, apo mendon se e njeh? Ke provoja frymërore me Krishtin, ke forcë, fuqi hynore brenda tejet, i ke parë të 5 bukët të ushqejnë 15.000 veta. Je rilindur, je i pakzuar me frymën e shenjtë. Ke parë lavdinë e Perëndisë. Ke hyrë në dhomën tënde të lutjes të vi Krishti dhe të thot: nuk të quaj më shërptor, por mik timin nëse ti bën atë që të them të bësh, dhe ti thuash: jep urdhër dhe unë do t'i bëj, o Zot. Ke pra provoja personale, e ke njohur Krishtin. Çfarë më thojnë njerëzit për mua se jam? Dhe në fund i pyet: ju çfarë thoni për mua? Dhe këtu Pietri është që i thot: ti je Krishti, biri i Perëndisë të gjallë. Dhe Zoti i tha: i lumur je Pietër, biri i Jonas, Simon biri i Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi njeriu, pra mishi dhe gjaku, por këtë ta zbuloi Ati im në qiell. Ke zbules se Jezu Krishti, biri i Perëndisë të gjallë, është këtu, sipas fjalës të tij. E beson? Mund t'i flasësh? Mund ta prekësh? Mund të prek? Dhe kur dëshmoj se është Krishti Mesia, do më thënë biri i Perëndisë të gjallë, i tha: edhe unë të quaj dhe do të them ty, o Simon biri i Jonas, nuk do të quhesh me Simon biri i Jonas, por Pietër që do të thot shkëmb. Dhe mbi këtë shkëmb, thot, unë Krishti do të ndërtoj kishën time,
Kishën Krishti e ndërton dhe jo njeriu. Është nusja e Krishtit, lavdia e Krishtit. Unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do të mposhtin atë. E kupton Pjetër? Por edhe ty që të zbuloj Perëndia se kush jam dhe ti e pranove dhe e rrëfeve, ty do t'i jap qelsat e mbretërisë së qiejvet. Ty do të t'i jap. Dhe çfarëdo që të mbyllësh, askush nuk do të mund t'i mbyll, t'i hap. Dhe atë që do të hapësh, askush nuk do të mund t'i mbyll. Çfarëdo që të lidhesh në tokë, do të jetë lidhur edhe në qiell. Dhe çfarëdo që të zgjidhesh në tokë, e kuptojmë vëllezër dhe motra se çfarë i thot. Çfarëdo që të zgjidhesh mbi tokë, do të jetë zgjidhur edhe në qiell. E kupton se çfarë të thot Pjetër? E kupton çfarë do të na thot vëllezër dhe motra? Nëse me të vërtet ke njohur Jezu Krishtin si bir të Perëndisë të gjallë, si Zot tëndin dhe Perëndi tëndin, si shok dhe mik tëndin. Dhe atëherë ju tha dishepujve, ejani t'ju tregoj tani vazhdimin e çështjes. Biri njeriu do të shkojë në Jeruzalem, do të pësojë shumë nga targambledhësit, nga farisejt dhe të vritet, dhe ditën e tretë të ringjallet. Dhe Pietri, që e don shumë Krishtin, e veçon në një anë dhe i thot, bëhu diell o Zot për ta. Mos ndodh kjo në ty. Dhe çfarë duhej të bënte Zoti? Ta përqafonte dhe ti thoshte, Pjetër më don? Por ja, nuk tha këtë. Por i foli shumë egër, i tha shporu nga unë Satan. Sepse dëshira ose ajo që mendon ti është njerëzore dhe jo vullnet i Perëndis. Nuk interesohesh për gjërat e Perëndis, për të njerëzvet. Pra sa pikë kritike është, edhe në qoftë se kam zbulesa apo kam bekimet të Zotit, edhe në qoftë se e njoh se çfarë është ajo që mendoj unë. Këtë duhet të kuptoj. Çfarë dua, çfarë i kërkoj Zotit në jetën time. Zoti na thot, kërkoni do t'u jepet, lypni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju qelet. Dhe Pjetri thot, mos u bëft kjo të ndodh ty. Dhe çfarë i thot Zoti, shporu prej meje Satan. Sepse nuk mendon për të Perëndis, por për gjërat njerëzore. Dhe si mund ta kuptoj ajo që mendoj unë? Nga ato që kërkoj nga Zoti, do ta kuptoj. Them u bë vullneti yt si në qiell edhe në tokë? Apo kam dëshirën apo kërkesat e mia t'ja parashtroj Zotit? Po, mos ke mendimet e tua që të bësh sipas mendimeve të mia o Zot. E kuptoni sa serioze është kjo? Dhe ajo që thot Zoti është fjala e Perëndis, se i drejti do të rrojë vetëm nëpërmjet besimit në fjalën e Perëndis. Pietri nuk e di nëse u pendua, besoj se u pendua. Por tani le të vim në varkën që lundronin në të kundërtën për 12 orë dhe pa u kthyer mbrapa. Kjo është bindja. Presin të shohin se çfarë do të bëjë Zoti. Nuk mundet, na tha të shkojmë të dalim përballë. Tani çfarë do të bësh o Zot? Pyetje e bukur. Pyetja e parë është, si do të bëhet kjo që na thua? Dhe pyetja e dytë është, akoma më serioze, Zot, çfarë do të bësh? Lundrojmë me erën e të kundërtën, nuk kemi përparuar as pak. Ti na the dilni përballë, si do të dalim përballë? Por vazhdojnë.
Çfarë do të bësh, Zot? Nuk e di çfarë do të bëj, Zoti, por unë do të vazhdoj të bëj atë që më tha Zoti. Kjo është vullneti i Perëndis. Do të vazhdoj të bëj atë që më tha Zoti. Të lundroj me erën në të kundërtën, që është e paarsyeshme, është jashtë logjikës. Por kështu më tha Zoti. Nuk është e paarsyeshme sepse ma tha Zoti. Më duket e paarsyeshme sepse kështu mendoj unë, por nga që ma tha Zoti është e arsyeshme. Është mendimi im, është e paarsyeshme. O Zot Perëndi. Dhe në orën e 4 të natës, që vazhdon nga 3 e mëngjesit, në orën 6, 3 me 6 të mëngjesit ishte roja 4 të natës. Vëllezër dhe motra, gjë e madhe kjo. Dhe aty ku po lundronin, të pa shpresë, duke pritur të shohin se çfarë do të bëhet, shohin Krishtin të vijë, duke ecur mbi ujërat, mbi dallkët e detit. O Zot Perëndi, të vinë të shohin, e shohin të vijë aty ku ju tha të shkojnë, atje ku ju tha të shkonin, e pan duke ardhur Jezusin. Atje do të vijë Zoti të të takoj. Po të qëndrosh dhe të këmbgullesh për të bërë atë që të thot Zoti, aty që do të takoj. Sepse do të vinë mendime, do të vinë logjika të veproj, ndërsa vazhdove mirë, tani nuk shkon mirë. Përse? Logjika dhe zemra. Të tjera mendoj, të tjera thot zemra dhe të tjera thot Krishti. Sa keq. Për këtë arsye, ajo që ka rëndësi është fundi i çështjes. Dhe sa po e pan, than, një fandazëm është që po vjen drejt nesh. Dhe Zoti ju tha, nuk jam fandazëm, unë jam, mos kini frikë. Do ta besojnë, ma derisa e shohin, si mos ta besojnë. Pietri, ky personi veçantë Pietri, thot, o Zot, nëse me të vërtet je ti, jep urdhër të eci edhe unë mbi dallkët sikur po ecën ti. Më jep të bëj atë që bën ti. Do ta bëje ndonjëherë këtë gjë ti. Pietri e bëri. Njeri i veçantë ky. Dhe i thot, eja Pietër. Ja mendoni tani Pietrin. Varkat nuk ishin sikur anjet e sotshme, varka me lapatat, ose mbase me tenda. Tendat i kishin ullur, sepse nga era të kundërt mund të qënë të kundërtën. Shtrin këmbën e tij prek në ujë dhe ishte si mermer, dhe vendos edhe këmbën tjetër dhe vazhdoi të ecë mbi ujërat. Por ndërhyn zemra përsëri e njeriut. Ma ç'është kjo zemra jote vëlla? Zemra ime. Si ndryshon? Si përpara 2 vjetësh e dëgjonim fjalën e Zotit dhe si e dëgjojmë sot? Çfarë bëhet sot në zemrën time dhe çfarë bëhej përpara 3 vjetësh? E shifja në fytyrën tënde. Tani shoh asgjë. Dhe nëse nuk shoh unë asgjë, ja mendoni se çfarë nuk shef Krishti. Por Pietri shef dallkët, hyn frikë në zemrën e tij. Nga frika erdhi mosbesimi dhe thirrri më të madhe, po humbas o Zot, po mbytem në ujë. Vazhdoi të fundosej. Po humbi o Zot. Shpëtom. Dhe këtu bëhet një gjë që është tronditse përsëri. Shtrin dorën e tij Jezu Krishti, e kapi Pietrin dhe e vuri në
vark. Nga ku e kapi? Nga qafa, nga zverku, nga dora, nuk e dim, e kapi dhe vuri në vark. Ma, çfarë përëndijet është ky? Sa dorë e fuqishme është dora e tij. Sa krah i shtrirë dhe i plot fuqishëm është krahu i tij. Dhe kur e vuri në vark, u ngjitë dhe ai vet, pra Krishti, dhe kështu u qetësuan të gjitha. Do më thënë, mbaruan mundimet ose vuajtjet tua o Pjetër. Mbaruan që mundimi i gjithë këtij lundrimi që bëhet. Tani e tutje të gjitha do të jenë paqësore. Përse? Sepse për për 3 orëshe lundronit dhe nuk kundërshtuat. Për këtë arsye përgjigja është, vëllezër dhe motra, vazhdo të lundrosh, vëlla. Vazhdo të lundrosh, mos ndalo së lundruari. Na ka vënë në varkën e tij, na ka detyruar të him në varkën e tij. Dhe na thot, tani dilni përballë, ma era në të kundërtën nuk mundem. Përparo ti sa të mundesh, ma nuk mundem, përparo. Unë kam marrë përsipër fundin e çështjes. O Zot Perëndi. Unë kam marrë përsipër fundin e çështjes sate. Mjafton që ti të vazhdosh të lundrosh. Dhe do të shohësh se sa i mirë do të jetë fundi. Por në qoftë se ti ndryshon rrugë, ndryshon drejtimin, gjen mënyrë më të lehtë, atëherë fundi nuk do të jetë i mirë. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra të dashur. Dhe fundi ishte se pasi hynë në vark dhe Jezusi edhe Pietri, të gjithë sa ishin në vark e adhuruan Krishtin, duke dëshmuar në të vërtet biri Perëndisje. Amen.